Kujdes nëse nuk ju përgjigjen me emra këtyre në live stream, sepse komentet nuk më shfaqen. Kështu që ju falenderoj që jeni pjesë e këtij live streami. Frym pak erë sot këtu në Gramsh. Ndoshta edhe zëri nuk dëgohet pastër. Dhe kërkoj ndjes sepse duhet hap hotspotin për telefonin tjetër që lexoj komentet. Dhe ka një popullsi prej 24.000 banorësh. Tashmë jemi thojse në qendër të qytetit. Arjan Shaba, përshëndetje. Evan Zdini, mirë se erdhe, përshëndetje. Siç po thosha, qyteti i Gramshit është një qytet i vogël, i cili është mjaft i qetë, njihet për njerëz bujar dhe të qetë. Ka disa pika turistike në këtë zonë, siç është Bulevara Sotirës, por ka dhe zonat e tjera në këtë qytet për turizëm. Ada, përshëndetje. Erlin, përshëndetje. Adis Hasani, përshëndetje. Përshëndetje për gjithë shqiptarët e Maqedonisë.
Është një kohë e vredhur sot këtu, siç e shohim. Është gati pothuajse shiu, por gjithsesi ka edhe pak diell. Shpresoj që mos ndikoj tek live streami prezenca e shiut. Arjan, Shaba, më vjen mirë që jeni bërë një grup i përditshëm këtu, që më ndiqni rregullisht në kanalin tim YouTube. Ju falenderoj të gjithëve. Këtu kemi qendrën e Gramshit. Është një qendër modeste për një qytet kaq të vogël. Pra këtu kemi tek pjesa ballore që jam duke filmuar tashmë, jam përballë bashkisë Gramsh. Ndërsa në këndin tjetër, majtas, kemi muzeun. Është një qetësi totale këtu në Gramsh. Nuk e prisja këtë qetësi. Thuaj se nuk ka fare qytetarë në shesh. Ada nuk e di, përse nuk vjen notificationi. Ndoshta këto ke fjalën që nuk vjen notification në momentin që fillon live streami. Nuk e di, ndoshta duhet të klikosh në shenjën e zilës që të marrësh notification.
Ja dhe One, me të cilin tashme kam rrjetin e internetit. Shpresoj që figurat shikohet pastër, sepse me Eagle Mobile dhe me Vodafone fatkisht jam shumë i zhgënjur nga rrjeti i telefonisë. Më ndërpritje shpeshherë transmetimin, të shohim tashme me One-in. Thoja Gramshi ka disa vende ku unë sugjeroj për ta vizituar, siç është ujvara e Sotirës, por në rrugën që shkon për Gramsh është edhe hidrocentrali i Banjës, i cili ka pamje shumë të bukura. Ndoshta ju edhe mund të keni qenë aty, por për ato që nuk kanë ardhur, do t'i ftoja të vinin në Gramsh në periudhën e pranverës dhe ishte më bukur, sigurisht. Por dhe sot ishte shumë bukur aty sepse liqeni ishte i tej mbushur dhe uji ishte shumë i kaltër. Shëndetje, jo ti është? Ku jemi tek një dyqan fruta perimesh, si që shohim është plot. Bravo. Ada bën një pyetje për personat që jenë në fikeshën në moment të fillimit të streamit. Kemi një park të vogël, si mund ta them, lagje. Pra si që shohim këtu, pasakia është shumë e mirë, pavarësisht se nuk ka gjelbërim në këtë sezon, në këtë periudhë, është dimër, kuptohet. Por gjithsesi është pastër. Dhe me pyet nëse jam DJ, jo, jam fotograf. Dijes për zhurmën, por fryn shumë erë këtu, është shumë erë fuqishme. Duket se nga momenti në moment këtu mund të filloj shiu. Unë lash edhe çadrën në makinë.
sa herë e fuqishme është. Kemi një bust Kapolena, komandant i batalionit Partizan Verc Vëv, qytetar Nderi i Gramshit. Respekt. Dhe me nuk e di. Pra, këtu kemi rrugën e cila është dalja e qytetit. Kjo rrugë të çon, besoj se në Korç, por e njëjta rrugë degëzon në krahun e djathtë, e cila të dërgon në ujvarin e Sotirës. Diana, shumë emër i bukur, ta gëzosh, por mund ta shkruash aty, Diana dhe sa i mirë, mund të them deri diku po, ke të drejtë. Ka shumë emigracion në kjo zonë, sepse këtu nuk ka uzina, nuk ka fabrika, nuk ka shumë ekonomi, si mund të them. Së fundi është hapur një fabrikë këtu e përpunimit të peshkut, por nuk ka për momentin. Po, ja të zirë. Përshëndes. Ku do e hedhni? E ke në YouTube, direkt, Albert Vaja Production. Përshëndes. Kemi edhe fansa që ndryshe nga shumë të tjerë kërkojnë që të filmohen. Pra çati është i hapur deri në momentin që live streami vazhdon. Në momentin që përfundon live streami edhe çati mbyllet automatikisht. Shikoj që ka shumë perime edhe këtu në fundin. Në Gramsh. Si që shikoni janë prodhime të freskëta. Jam prodhime vendit gjitha?
Kurdra? Pra janë prodhime shqiptare. Faleminderit, shkof mbar. Sërish ju kërkoj ndjes për zhurmën, por këtu ka shumë erë të fortë, siç mund ta shohim edhe nga pemët. Shpresoj që të mos bjerë shi, edhe na bllokon live streamin. Pra, siç e shohim, qyteti është pastër deri ku veturinat janë në vendin e duhur. Pra, qytet modest dhe pasërti. Ti në behar, thë. Ka filmat, jo. Pra shikohet që disa dyqane apo biznese janë të mbyllura. Ndoshta pandemia, por edhe emigracioni këtu ka krijuar që bizneset edhe të mbyllen. Është kemi një lumë që kalon, vjen nga mali a kodra Sipër.
Në kohën e komunizmit në Gramsh ka qenë edhe fabrika ku prodhoheshin armët. Edhe ka qenë një qytet i cili ka patur shumë lëvizje, shumë punë. Por në ardhën e demokracisë shumë vende pune dole jashtë loje. Shumë qytetarë kanë emigruar nga ky qytet. Siç shihni edhe nga pamjet, qyteti nuk ka shumë lëvizje qytetarë. Ka shumë pak lëvizje. Shikoj që këtu ka disa komente jo etike, jo të sakta. Në them atyre që si në komente të tilla dhe kërën komente se personat cilët menaxhojnë faqen i bllokojnë natën për rrugës. Ju do të lutesha mos përdorni komente të tilla, mos ofendoni njëri tjetrin. As për politikë, as për futboll, as për basketboll. Faleminderit Malboro. Po, shikoj që ka edhe konflikt me fansat me njëri tjetrin. Kështu që nuk është mirë të përdoren fjalë thyese këtu në këtë faqe të paktën. Valbona Braka, faleminderit që na shikon nga Brukseli. Sajmir Pregas pyet kush është qyteti më i bukur në Shqipëri. Unë do të jep një përgjigje që të gjithë qytetet kanë veçorinë e tyre. Por preferenca ime është
duke filluar nga Vlora, Shkodra, Perati, Korça, Tirana kuptohet. Pra çdo qytet ka një veçori. Ndërsa pyetja ime do të ishte kush është qyteti më i bukur sipas jush, ose qyteti që ju keni vizituar edhe ju ka pëlqyer diçka? Do preferoj të shkruajt emrin e qytetit që ju pëlqen edhe një diçka që ju ka pëlqyer në atë qytet. Për shembull, mua më pëlqen Berat, vendosja e shtëpive, cilët kanë një vendosje shumë të bukur sipër tjetrës. Ose më pëlqen në Vlorë lagja e cila vizitova para pak ditësh, lagja Murabie, më s'ka bëj në emrin, Murabie. Ajo është një lagje model për mendimin tim. Preferoja që në Shqipëri të ishin sa më shumë lagje të tilla, si një qytet ashtu edhe në fshat. Sepse fshatrat kanë shumë probleme. Në shumë fshatra ka shumë probleme me rrugët, ndoshta edhe me ujësillësin, por rrugët bien në sy direkt. Malbora nuk po flas për qytetet europiane, ato i dim ne. Po flas për qytetet shqiptare. Dritan Alimeti, faleminderit. Areja nuk e diskutoj, që i shikon të gjitha videot, je një ndër fansat më të rregull të faqes. Si që shohim, nuk ka shumë erë, është erë shumë e fortë. Shpresoj që të dëgjohem. Që i shikon të gjitha videot, je një ndër fansat. Pra, si që po thoja, tutje në jug. Jugu është pjesa më e bukur e Gramshit. Është pjesa ku tashmë gjendet i drejtcentrali i banjës. Atje është shumë bukur. Shumë njerëz e kanë vizituar atë vend për foto. Ka shumë foto në internet nga i drejtcentrali i banjës. Pjesa e urës është shumë bukur aty. Është ure drejt. Unë sa po të mbaroj live streamin, do të bëj edhe një video aty. Tashmë po i afrohem qendrës së qytetit. Vazhdojmë rrugën drejt qendrës, aty do të bëj edhe mbylljen live streamit, sepse do preferoja që të kisha një video tek ura, e cila është ura e drejtcentralit, kështu që sa po të mbyll live streamin do të shkoj aty edhe do të bëj disa pamje me dron, por edhe base e futem edhe live stream
Kështu që do të qëndrojmë edhe pak minuta bashk. Përshëndetje. Si kalon? Çfarë thon muzikët? For Roberto në Librazh isha para pak ditësh, video është në faqe. Më pëlqen shumë pjesa e qendrës së Librazhit. Është kompakte, është rregulluar bukur. Arjan Shaba Gramshi kufizohet me Cerrikun, i qytetin e vogël Cerrikut, domethënë ideja është që rruga që përshkruhet është Tiranë, Elbasan, Cerrik, Gostin edhe arrin në Gramsh. Ndërsa në krahun lindor, Gramshi ka Korçën, kemi edhe një fushë futbolli. Shumë erë fort, ndjes. Shumë zhurmë sepse era është tepër e fortë. Sajmir Pegas, po, Gjirokastër. Gjirokastër e kam planifikuar të shkoj këto ditë. Pra personalisht më pëlqejnë qytetet të cilët kanë antikitet, edhe i është ruajtur antikiteti, siç është Berati, Gjirokastra. Tash me bëj afro qendrës së Gramshit. E u kemi dhe një gabin detale. Ishte dëmtuar.
Paradise më ke bërë disa herë komente të tilla edhe po të përgjigjem përfundimisht, domethënë që unë filmoj qytetet sepse aty ka diçka për të treguar. Në fshat nuk shkoj dot sepse nuk kam çfarë filmoj. Arat, fushat, fshatrat janë shumë të hapur, kështu që është e pamundur për mua që të bëj video të tilla. Unë dua të tregoj diçka. Paradise, po Shqipëria ka 800 fshatra më shok. Po që është e pamundur. Pra live streami im përfundon këtu. Sot isha në qytetin e vogël të Gramshit. Ju shfaqja disa pamje në qytet. Hera ishte pak e fortë, ndoshta ka ndikuar në transmetimin e këtij live streami tek zëri. Por kjo është mundësia. Do t'ju shfaq një video tjetër në sfond muzikor, të cilën e kam filmuar njëkohësisht me live streaming, kështu që Paradise nuk të keq kuptoj fare, por më duket si tendencioze pse vetëm qytetet. Tash unë nuk do dalë nëpër fshatra të filmoj çdo fshat, çdo shtëpi që është një shtëpi është 100 metra ose 200 metra nga njëra tjetra. Më kupton? Vije vetëm tënde në pozicionin tim, kështu që unë filmoj qytetet sepse aty ka diçka për të thënë. Emir Pegas, po, e kam plan të shkoj në Kosovë, por në këto momente që është pandemia, është e pamundur për mua që të shkoj aty. Do shta në muajt në vijim, do të shkoj aty. Një bus tu që të doja ta fokusoja pak para se të mbyllë live streamin. Kaber Dyrmyshi, luftëtar shquar. Politike totalisht, nuk lejon këto komentesh. Gjithsesi këtë herë nuk po të bëj bllokim. Pas të komentosh herë tjetër, ky koment do bllokohet. Pra sa për sqarim, në këtë faqe nuk lejohen komentet politike, komentet raciste, komentet të cilat denigrojnë fytyrë, denigrojnë një person ose personin tjetër i cili është duke bërë koment. Pra do të lutesha shumë që të jeni sa më korrekt kur sillni komente. Është gjëja minimale që ju kërkoj, kështu që ju lutem respektoni këto rregulla. Tashmë unë po e mbyll live streamin tim nga qyteti i vogël i Gramshit.
Shpresoj që ky live stream t'ju ketë pëlqyer. Me sa vore numri i shikuesve ishte mesatarisht diku tek 100 persona cilët qëndronin në live stream. Do t'ju lutesha ose do t'ju kërkoja atyre që nuk kanë bërë subscribe të bëjnë subscribe në kanalin tim YouTube. Por gjëja më mirë do ishte që të klikoni në shenjën e zilës, e cila ju ofron të merrni notification sapo unë ngarkoj një video në kanal. Pra ju falenderit gjithë që qëndruat në live stream. Rishime sërish. Nëse do kemi internet të mirë, unë do të futem një live stream të shkurtër. Tek ura e cila ishte një pamje shumë të bukur sot në hidër centralen e banjës. Shpresoj që aty të kem rrjet të mirë interneti dhe do të futem pas pak minutash aty në live stream. Ju përshëndes gjithë dhe kalofshi bukur nga Gramshi. Faleminderit.